2015 përfundova mandatin tim e përfundova dola në pension, pak i mërzitur, të drejten, pak djali jam për më bën, për shumë frime, thash, Allah tha unë u gëzova. Thash, për çfarë arsye? Po tha deri sot as kam kurzoh me jap makinës më shumë se që është konë rregullin rrugë, më shumë s'kam mujtë mu sill diçka ndryshe, mos me thonë që djali generalit, djali komandantit. 2015 përfundova mandatin tim e përfundova dola në pension, edhe shkova në shtëpi pak i mërzitur, të drejten, pak sepse pas gjitha atyre viteve... Jo dhe lehtë. Po, mirë po, nonën tjetër, i lumtur se kisha përmbyll misionin me nderin më të madh, me gjitha ato medale që i kam fitue, edhe djali jam për më bën, për shumë frime, thash, edhe u befasova, thash, çka ndodhi, pse, që u bo? Allah tha unë u gëzova. Thash, për çfarë arsye? Po tha deri sot as kam kurzoh me jap makinës më shumë se që është konë rregullin rrugë, më shumë s'kam mujtë mu sill diçka ndryshe, mos me thonë që djali generalit, djali komandantit, tash e një valjesimi, tha, ma mirë se mund të sillen pak edhe në si fëmija tjerë, ta kemi një jetë normale, edhe kjo mund kalon një përshtypje jashtëzakonisht madhe, sepse fëmija e mi, familja jame ka pas... E ka ndje atë disiplinën, atë përgjegjësinë që unë e kisha, edhe faktikisht e mora drejtimin e ushtrisë me një situatë që u dashke të bëjt ndryshimet mëdha për me pregadit transformimin e FSK-s në ushtrit Kosovës, ishte në mbikëqyrjen time dhe kjo ma jep edhe një detyrë shtesë, një përgjegjësi shtesë, dhe normal që për me përfundu ashtu që dojsha unë me përfundu, atëherë normal që pak ishte një ngarkesë pak më e madhe edhe për mua, po familja ndjeka ngarkesën time. As që diskutohet, mëjnë kur veç u bërë edhe vetë prind, me gjasë kuptove të tërë edhe këshillat, kritikat, ose atë ndjenjën e frikës që kam pas edhe prind e tu, kur ndoshta ti ke qenë shumë i vogël. Absolutisht. E bërë edhe këtë krahasim, ndoshta ke pasur ti frikrat ndryshme sa i përket fëmijëve kur veç të erdhen në jetë dhe the, ndoshta i kujtove edhe prindët tu. Edhe pse isha në rrethona kej tjera, absolutisht që po, absolutisht po, se çdo herë unë më kujtohet një herë kur kam shku në shkollim ushtarak ku mërzita shumë, se disha gjuhën edhe shumë i ri, vendosa i shkrua një letër, se shumë ka pas telefona, i shkrua një letër babës, thash unë du më këthyë, thash, se s'mund tjetoj këtë hapësirë që për ne shqiptarëve ka qenë diçka e pa. Imagjinosh me dalë jashtë familjes, jashtë vendit tënë. E di, kështu më kanë thënë shumë që kanë qenë këto. Absolutisht edhe tha, okej, tha, nuk është problem, se baba janë ka jetu në fshat, tha, s'ka problem, ta kom pregadit një shati dhe një kacie dhe hajde punë dorës. Edhe pastaj mendova, ata ku po shkon ti mbrapa, ti ke dorë diçka ma mirë, me ecë, me bo një karierë tonën, edhe kjo, pastaj, kur vlindë fëmija e mi, ajo i bartë ato eksperiencat është ndryshe.